Gjatë seancës plenare të kësaj të enjte, deputeti i Partisë Demokratike Belin Kolliçi ka denoncuar ekzistencën e një rezorti misterioz me 8 vila luksoze të ndërtuara në fshetësi të plot në zonën pas Tegut. Nga foltorja e kuvendit, Kolliçi i ka kërkuar llogari drejt për drejt IKMT-s dhe IMT-s si dhe Bashkisë së Tiranës, duke kërkuar transparencë mbi pronësinë dhe lejet e këtyre ndërtimeve që sipas tij janë ngritur pa zhurmë në zemër të kryeqytetit. Do doja të publikoja një denoncim të ri që më ka ardhur ditën e sotme për këtë rezort me 8 vila, i cili burime fillestare më njoftojnë se ndodhet prapa zonës së Tegut. Dua të di nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit, apo ai vendor, IMT-ja e Tiranës, apo Bashkia e Tiranës, kush janë zyrtarët që kanë ndërtuar këto 8 vila, kush banon në këto 8 vila dhe a ka leje apo ndonjë miratim qeveritar për ndërtimin e këtyre 8 vilave luksoze në zemër të Tiranës. Përmes një reagimi të mëvonshëm në rrjetet sociale, deputeti ka saktësuar edhe vendodhjen e saktë të kompleksit. Ai ka ngritur pikpyetje mbi lishmërinë e projektit dhe ka kërkuar që autoritetet të bëjnë publik emrin e çdo zyrtari që banon atë resort. Janë shfaqur 8 vila luksoze në Tiranë, pa zhurmë në heshtje. Pyetjet lindin natyrshëm, cili shef apo zyrtar banon aty? A është dhënë leje ndërtimi për këto vila? A është respektuar ligji? Bëni transparencë, thuhet në postimin e Kolliçit. Dyshohet që këto vila të kenë lidhje me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, Skënderhitën.